Përplasën për vdekje 7 vjeçari në Tiranë, lirohen 2 shoferët i argumentat që bindën gjykatën. Lirohen nga qelia Tomor Shukuli dhe Valentina Koltraku, të cilët u ndaluan për aksidentin me pasojë humbjen e jetës së 7 vjeçarit në Tiranë. Togat e zeza vendosën që 2 drejtuesit e mjeteve të lihen në masën e arrestit të shtëpisë, pavarësisht se prokuroria kërkoi për njërin masën e arrestit në burg. Valentina Koltraku ka deklaruar se nuk e kishte parë të miturin pasi nuk ka patur fushpamje, e ndërsa Tomori para gjykatës ka thënë se kur të miturit i ka dhënë lekët, nuk e ka kuptuar që i ka rënë në tokë për shkak të lartësisë foristradës që ai drejtonte. Ai ka deklaruar se kur u ndes semafori, ka menduar se i mituri është larguar dhe nuk e ka kuptuar se ai ishte ulur poshtë për të marrë lekët, ndërkaq që hetimet po vijojnë nga ana e prokurorisë, ku do të kryhet ekspertimet.